Nga kjo e martë, institucionet bankare dhe ato të pagesave në Shqipëri do të kryejnë transaksionet e para në SEPA. Guvernatori i Bankës Shqipërisë Gent Seko në ceremoninë e prezantimit të transaksioneve në SEPA deklaroi se nga e marta do të bëhet transaksioni i parë në euro përmes zonës unike SEPA. Seko tha se ky është një gur themeli drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Guvernatori tha se sot 11 bankat në Shqipëri janë gati të ofrojnë shërbimet SEPA. Sot për ne është një ditë e veçantë, pasi jemi dëshmitar të një momenti historik për tregun financiar shqiptar, nisjen e transaksionit të parë në euro përmes zonës unike të pagesave në euro të quajtur SEPA. Ky nuk është thjesht një zhvillim teknik në sistemet e pagesave, por është një gur themeli në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në infrastrukturën financiare europiane. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA i realizuar në nëntor të vitit kaluar ka qenë rezultati i një procesi të strukturuar ku Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me bankat e nivelit 2 dhe institucionet financiare ka punuar me përkushtim për të përmbushur kërkesat teknike, ligjore dhe rregullatore të nevojshme. Sot aktualisht 11 bankat që operojnë në Republikën e Shqipërisë janë gati të ofrojnë shërbime SEPA për qytetarët dhe bizneset që operojnë në Shqipëri. Ky moment nuk është fryt i rastësisë, ai është rezultat i një rrugtimi shumë vjeçar të Bankës Shqipërisë dhe institucioneve financiare shqiptare, të cilat kanë punuar hap pas hapi për të ndërtuar themelet e një sistemi modern pagesash. I pranishëm ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, i cili ka deklaruar se arritja e integrimit të Shqipërisë në tregun SEPA ka ardhur pas një procesi të gjatë dhe sfidues. Sot është një ditë shumë e rëndësishme sepse shqiptarët ndjehen të barabartë me çdo qytetar tjetër të BE-s, sepse transaksionet bankare do të jenë më të lira, më të shpejta dhe siç e thatë edhe ju, më efikase. Por kjo është edhe një ditë kur ne tregojmë që angazhimet politike, kur ato ndiqen me vendosmëri, mund të sjellin rezultate konkrete për qytetarët tanë. Gjithashtu tregon se BE-ja është serioze në mbajtjen e premtimeve të saj. Sigurisht, ne i mbajmë këto premtime pasi të jenë plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme. Të dashur miq, procesi i antarësimit në zonën SEPA kërkon një angazhim të fortë institucional dhe vullnet politik të qëndrueshëm si nga sektori bankar, ashtu edhe nga autoritetet shqiptare, siç e thash, kërkoj kohë, investime të mbështetura veçanërisht nga asistenca teknike e BE-s dhe ajo e Bankës Botërore, dhe muaj të tërë negociatash me shërbimet e Komisionit Evropian dhe me Këshillin Evropian të pagesave. Të gjitha këto përpjekje kanë çuar tashmë në këtë arritje strategjike në përfshirjen financiare dhe integrimin ekonomik të Shqipërisë në tregun unik të BE-s me një sër përfitimesh që qytetarët shqiptar do t'i gëzojnë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me antarësimin e plotë të Shqipërisë në SEPA dhe nisjen e transfertave në euro me vendet e BE-s. Rama shkruan se ky është lajm shumë i mirë dhe tashmë qytetarët dhe bizneset do të kryejnë transferta me të njëjtat rregulla si në Bashkimin Evropian. Rama sjell parashikimin e Bankës Shqipërisë dhe deklaron se vetëm në vitin e parë parashikohet një kursim për rreth 20 milion euro në vit për qytetarët dhe bizneset shqiptare.